Përshëndetje dhe javë të mbarë në Albania TV. Sot kam dy tema të veçanta. Kam lexuar këtë të shtunë të diel një libër me titull "Këtu është Parajsa" e shkrimtares greke Kristina Frankeskaqi dhe e përkthyer me shumë talent nga Eleana Zhaku. Është një libër histori emigrantësh shqiptar të ardhur në fillimet e viteve 90 në Greqi dhe udhëtimi tyre i gjatë i vështirësive, i integrimit, i sakrificave, personazhe kryesore e cila mendon se jeta e saj filloi të humbas aty ku ajo filloi të pastroi dhe duke lënë pas një histori mësuese të gjuhës ruse. Duhet i njohim këtë histori dhe është kënaqësi për ne, nder që zonja Frankeskaqi na njeh, ndjen për ne dhe mshuri dhe e hedh atë në letër. Dhe duke vazhduar këtë histori nga fillimet e këtyre vështirësive dhe sakrificat të emigrantëve pafund, jemi sot në 2025-ën dhe shqiptarët tashmë emigrant të organizuar në shoqata marrin pjesë vullnetarizëm në shoqata humanizmi, në ditën e bamirësisë. Dhe kjo pra është tema e dytë e shoqatës Me Ju për Ju, të cilat organizuan një pazar në ndihmë të fëmijëve me kancer. Por le të vazhdojmë intervistën e parë dhe në pjesën e dytë do takohemi sërish. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευγνώμων. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Njëkohësisht kam dhe zonjën Liliana Saliaj, e cila është mikja jon. Përshëndetje Liliana, faleminderit. Liliana ka shkruar kritikën e librit dhe do të na flas pak më vonë edhe për përshtypjet e saj, por jo vetëm për librin, por edhe për gjithë dramën e golgothasë gjatë emigrantëve shqiptar dhe të emigrantëve në gjithë botën. Kështu që ky është një emision i përkushtuar posaçërisht për librin dhe për emigrantët. Do të doja në fillim diçka për titullin në shqip. Është përkthyer "Këtu është Parajsa", ndërsa në greqisht "Kap Baltën". Pak e vështirë për ta kuptuar si titull. Është një titull i gjithanshëm, jo pikërisht ajo që duket. Në greqisht kemi një fjalë të urtë, "Kap Baltën", do të thënë bëhet flori. Shpreh një person që emigron nga një vend në një vend tjetër dhe mund të arrijë gjithçka tek vendi mikpritës, të kapi floririn, pra të bëjë të pamundurën. Por besoj se kuptimi i dytë, ajo për të cilën në të vërtetë flet libri, është se babai i familjes, emigranti shqiptar në Greqi, në fillimet e viteve 90, është në kërkim të një jete të re. Qëndron veç i rrethuar nga kurthi i nostalgjisë. Nuk mund të ndryshoj vend për të gjetur pjesëtar të tjerë të familjes në një ishull jugor të Egjeut. Ai gjithsesi harriti në një pikë të kapi Baltën. Nuk mundi të ndryshoj veç jetën e tij, të gjej një punë ku të mund të gjej vetveten. Dhe fatkeqësisht kapi Baltë. Pra, duke vdekur në jetën e amshume, nën tokë, u realizua ky titull dhe mori rëndësinë e vet. Pra, enshomatofike, u bë një trup me Baltën, u integrua. Shpesh herë, emigrantët në çdo vend të botës duan të integrohen, të bëhen një trup në vendin e ri, të bëhen pjesë e këtij trupi. E pra, ky njeriu bë një trup, pjesë e Baltës ku varros. Harriti të bëhet një me një cop toke tek atë dheu i ri, në një farë mënyre të dhimbshme, por natyrisht që nuk është kjo mënyra e re. Της καινούριας πατρίδας, της καινούριας χώρας. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος ενσωματώθηκε, μπαίνοντας κάτω από το χώμα, κατάφερε να αποκτήσει ένα κομμάτι γης σε αυτή την καινούργια πατρίδα, αυτός και η οικογένειά του, και κυριολεκτικά με έναν σπαρακτικό τρόπο
να ενσωματωθεί. Βέβαια, δεν είναι αυτός ο τρόπος. Στη Νέα Πατρίδα. Στη Νέα Πατρίδα. Φυσικά και δεν είναι αυτός ο τρόπος. Δεν είναι αυτός ο Αλλά τρόπος. αυτή η Νέα Πατρίδα. Kuptimi i fjalës Nea Patrida, atë dheu i ri, a ka tjetër kuptim për këtë familje? Duhet të vazhdonin jetën në një mënyrë ndryshe dhe për fëmijët e kësaj familjeje, si do të jetë ky atë i ri? Mos ndoshta duhet ta ndjejmë këtë vend si të tyrin. Η Ευγενία Πρέντσε, που είναι η ηρωίδα μου, Evgeni Prence, heroja e librit, protagonistja, është një grua e cila e shikon jetën shumë realisht. Në vendin e saj në Shqipëri, ishte mësuese e gjuhës ruse. Në Greqi, punon në një hotel pastruese. Dhe ajo shpeshherë thoshte: ashtu siç bëjnë të gjithë, do të bëj dhe unë. Në histori ose përse i prura duart e mia, për t'i vënë në punë, do të bëj edhe punën më të neveritshme, vetëm t'ja dal mban. Prandaj i prura duart e mia, që t'i harrij. Ajo priste një jetë më të mirë, studime për fëmijët e saj. Në një moment tjetër veç thoshte: këtu do të qëndrojmë, pas nuk kthehem kurrë. Besoj se erdhën të qëndrojnë. Fëmijët natyrisht kuptuan se u gjendën në një vend të ri dhe filluan ta rindërtojnë jetën e tyre sipas një mënyre të re. Gjithë mënyra që do të jetojnë mirë është edhe në këtë vend, pas ngjarjeve tragjike të familjes. Ashtu si është heroina e librit, është zgjedhje apo është mënyra që ne u bën kushte të vështira në një mënyrë dhe u larguam, morëm rrugët, kush në Greqi, kush në Itali, kush në Evropë, kush në Amerikë, sepse ishim të detyruar për hyrje të vështirësive. Mirëmbrëma dhe nga unë. Sigurisht që më tepër janë të detyruar që mërgohen nga vendi i lindjes, duke shkëputur jetën e tyre, ëndrat e tyre. Në rastin e heroinës së romanit të Kristinës, edhe një pozitë sociale, ajo ishte mësuese, ishte arsimtare, për të shkuar në vend tjetër, sepse gjendja ekonomike dhe sociale e vendit ku je nuk të lejon që të kesh një jetë normale, dhe ikën me shpresën se në vendin, në atë dheun që do gjesh, do vinë ditë do kalosh vështirësitë e fillimit dhe pastaj do vinë ditë më të mira. I harriti heroinat apo kishte atë vendosmërinë Εγώ διαβάζοντας το Shqip, duke lexuar romanin e Kristinës, me të vërtetë është të tronditë dhe të rrëmben ajo mënyra e gjallë se si e përshkruan në romanin e saj dhe mënyrën magjepse, duke folur në vetën e parë, me tre heronjt e romanit të saj, nëna që quhet Evgenia, djali që quhet Gëzim dhe burri i saj, bashkëshorti i saj që quhet Agron. Me të vërtetë, duke lexuar këtë libër, të sjell ato momentet e para, vështirësitë e para, ëndrat, pasigurinë, sfidat, që shpresat të gjithë secilit nga ne. Sigurisht çdo njeri nga ne ka përvoja të ndryshme, por thelbi i emigrimit, thelbi i mërgimit është i njëjtë kudo. Domethënë është shumë e natyrshme për mua, si për çdo grua shqiptare që të identifikohet me figurën e Evgjenisë, siç identifikohen fëmijët e Brezit të dytë me Gëzimin, me personazhin, djalin e vogël të Evgjenisë, apo edhe me bashkëshortin e saj Agronin.
Κυρία Κριστίνα, εσείς στα βιβλία σας Zonja γράφετε, Kristina, ju για shkruani τους edhe herë të tjera për μετανάστες, emigrantët, αυτούς που φεύγουν μακριά από τον τόπο që τους. largohen nga një vend dhe shkojnë në një vend Και të δεν ri. το συζητάω Dhe επειδή kjo έχετε tregon se μια keni një ndjeshmëri të veçantë për këtë συναίσθηση kategori njerëzish, για që όλους jetojnë αυτούς me τους kujtime dhe ανθρώπους που είναι nostalgji për të μακριά ardhmen. και έχουν Besoj se keni μνήμες pasur και kontaktet σίγουρα tuaja. πρέπει να έχετε κι εσείς Cilat janë σε επαφή përshtypjet μαζί τους. që Τι jetojnë këta εντυπώσεις njerëz έχετε, me dhimbjen πονάνε e αυτοί οι largësisë. άνθρωποι ή Këta njerëz që καταφέρνουν κάποια στιγμή dikur να arrin të ριζώσουν dalin nga këto βαθιά και να μην ndjenja γυρίσουν πίσω edhe και të πάλι. hedhin rrënjë në Μιλάμε vendin e τώρα ri, για τους pa μετανάστες που kthyer έρχονται kokën από pas. Ασία, από Αφρική, οι Kam οποίοι parasysh το έχουν emigrantët αδύνατο nga να Azia dhe γυρίσουν Afrika, στο σπίτι kur τους aty και τους nuk λείπει kanë πάρα për të πολύ. kthyer më kurrë në shtëpinë e tyre. Έχω γράψει 3 βιβλία Kam shkruar 3 libra me histori emigrantësh sepse jetojnë pranë nesh. Në të vërtetë, shoqëria jonë është shumë kulturore. Përjetojmë ndryshime dhe risi të jetës me ta. I kuptojmë dhe i duam ata. Njëkohësisht emigrantët mund të jenë secili prej nesh, edhe brenda vetit të tij. Natyrisht që nuk është kaq e thjeshtë emigrosh nga lindja drejt perëndimit, drejt Europës, si dhe të ndryshosh nga një ishull grek në një tjetrin. Por disa ndjenja, si të ndihesh i huaj i ri, dikur mund të mos kuptohesh, ndjenja njerëzore. Κάποια συναισθήματα του ανθρώπου. Γιατί είναι αυτό που λέμε, συγγνώμη που σας διακόψω, είναι αυτό που λέμε από κάπου φεύγουμε. Sepse është ajo që themi, disemi nga diku dhe diku tjetër përfundojmë. Dhe pikërisht këto udhëtime të vogla apo të mëdha qofshin, kanë disa të dhëna të përbashkëta, ato të njeriu që udhëton, ndoshta për të gjetur një jetë më të mirë, një jetë të re. Ndodh të jem edhe mësuese në profesion dhe të kem shumë nxënës që vijnë nga disa vende të botës. Është një arsye më tepër kjo që t'u afrohem, t'i njoh këta njerëz më tepër, t'i kuptoj problemet e tyre, botën e shpirtërore të tyre dhe gjithçka është e ngjashme, e gjitha kjo me pjesën tjetër të shumicës së popullsisë. Θα το λέγατε μία πληγή την μετανάστευση, επειδή Do ta quanit emigracionin plag të shoqërisë njerëzore. Në të gjithë lëm pas shtëpitë, prindrit, miq, fillojmë diçka të re. Sido që të jetë, personalisht e krahasoj me shpërnguljen e një lule në një vazë të madhe. Kërcitja pas shkëputjes së rrënjëve është jetesa në ambientin e ri, është dhimbje. Nuk është aq e thjeshtë apo jo. A është kjo një plag me pasoja për njerëzimin? Είναι μια πληγή, είναι μια πληγή. Për ata që emigrojnë natyrisht dhe mund të jetojnë me nathdhëun e tij, natyrisht që është dhimbje e madhe, por emigranti në vendin ku shkon nuk është plag, por për mua është një dhuratë, sepse e pasuron vendin pritës me gjithçka i zotëron, qytetërimin e tij, ndjeshmërinë personale, dinamikën. Për mua është më tepër interesante një jetë e përbashkët me njerëz nga vende të ndryshme, apo nga të ishim një dimensional dhe të njëjtë në një qytetërim të pandryshuar, një kulturë apo një kombësi. Ο μέσος Έλληνας το θεωρεί Qytetari αυτό mesëm ότι grek, πραγματικά a εμπλουτίζεται konsideron η Ελλάδα. emigrantin si Νομίζω ότι pasuri? ξεκίνησε αυτό με το να μην το θεωρεί. Besoj se filloi të mos ta konsideroj si të tillë, siç ndodh zakonisht kur kemi të bëjmë me një fluks të madh migrantësh drejt një vendi të ri. Nëse nuk ke dhe njohuri për atë që vjen, të ren pra, të dalin instiktet dhe ndjenjat të pakontrolluara. Por sa kalojnë vitet, do të shikoni edhe ju që situata nuk është njësoj si në fillim. Përpara 30 vjetësh, në këtë vend, dhe duke kaluar vitet, emigrantët tashmë janë pjesë origjinale dhe natyrshme e këtij atdheu të ri. Japin shumë për të, punojnë, studiojnë veten dhe fëmijët. Janë komunitete të mençura dhe të pasura, duke dhënë kështu një fytyrë të re të një vendi të vjetëruar. Liliana, ju jeni dhe shkencëtare politike. Si mendon ti, Greqia a e konsideron jo vetëm emigrantë shqiptar, por edhe të tjerët? Aktualisht, jemi në 2025-ën. E mendon se konsiderohet emigranti huaj si pasuri?
Megjithse unë doja që të përqendrohesha në librin e Kristinës, se kemi shumë për të thënë për audiencën shqiptare. Pas 35 vjetësh sigurisht që ne kemi lidhje të forta shoqërore me shoqërinë greke. Kemi miq, kemi shok, kemi krijuar familje të përbashkëta, kanë lidhur fëmijë të përbashkët, sigurisht që nuk është e njëjta situatë sipas 35 vjetëve më parë, sepse shqiptari i epokës son janë refugjatët tash. Po gjithsesi është akoma shumë punë dhe libri është një shkak shumë i fortë që të bëhet një diskutim i madh mbi emigracionin dhe me shkakun e këtij libri të mundohet edhe shoqëria shqiptare të kuptoj emigrantët shqiptarë, të larguarit nga sepse nuk është njësoj për ata që nuk ikën kurrë nga Shqipëria dhe ata që u detyruan të emigronin. Anmelis, në qoftë se do flisja pak për librin e Kristinës, i cili është i përkthyer në shqip ashtu siç e tham nga Eleana Zjaku, me të vërtetë është një përkthim i shkëlqyer se unë e lexova në të dyja gjuhët dhe të njëjtat emocione, të njëjtat ndjenja. Një gazetar i njohur në Shqipëri, Iliri Zeiri, duke ju referuar përkthimit të Eleana Zjakut dhe librit të Kristina Frageskakis, shkruan që libri i saj është shkruar me një realizëm mjeshtëror dhe me një empati, me një ndjeshmëri që asnjë shkrimtar shqiptar nuk do ta kishte arritur kaq fort dhe kaq bukur. Nëse këtu në Greqi libri i Kristinës është bërë një libër me të vërtetë referimi, i cili diskutohet në universitete, nga pedagog, nga doktorata, dhe janë bërë edhe shumë prezantime të librit në për shkolla, në për bashki. Duhet të njëjtët dimensione duhet të marrë edhe në Shqipëri. Me të vërtetë është një libër tronditës, i cili flet për fillimet e migracionit, flet për vështirësitë e mëdha të Evgenis, të Agronit apo të fëmijës tyre të gëzimit, që në qoftë se ne e kthejmë dhe e shikojmë me pas 35 vjetësh, e kuptojmë akoma më tepër se me çfarë i është dashur Kristinës, çfarë volumi, se sa emocione, ndjeshmëri shpirtërore i është dashur që të futet thellë në shpirtin e atyre dhe të shkruaj me të vërtetë me sytë e zemrës për familjen e migrante shqiptare. Besoj ju e dini se Liliana e adhuron librin tuaj. Θαυμάζει το βιβλίο σας, το Nga të fënët καταλάβετε e κι saj εσείς και έτσι αλλιώς το ξέρετε ju na njihni από mirë. την κριτική που έχει Zotëroni κάνει. njëkohësisht një ndjeshmëri të veçantë me familjet për të cilën ju keni shkruar. Por le të flasim Κατάλαβα për planet ότι tuaja μας të ξέρετε ardhshme. καλά Do të και vazhdoni të δεν το shkruani συζητάμε për και ne? το συναίσθημα που έχετε για αυτή την οικογένεια τη συγκεκριμένη. Στα μέλλοντα σχέδιά σας θα συνεχίσετε να γράφετε για μας, για τους μετανάστες? Αυτό δεν το ξέρω, γιατί Atë nuk e di sepse δεν unë nuk γράφω shkruaj me plan. σχεδιασμένο Është çështje ότι τώρα θα frymëzimi, γράψω αυτό. apo gjendje Αλλά είναι shpirtërore dhe θέμα psikologjike, έμπνευσης, gjendje dhe kohore. ψυχικής Nuk para κατάστασης, përcaktoj planet e χρόνου. mia të Δεν shkrimit. γράφω δηλαδή Përpara se προσχεδιασμένα. gjithçka që ndodh në Γράφω jetën e με përditshme, më αυθορμησία και duhet ό,τι ta përpunoj atë. συμβαίνει και μέσα μου πιο πολύ ψυχικά. Δεν το ξέρω. Μακάρι. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις δύο. Αν μπορώ να προσθέσω λίγο. Do dëshiroj të shtoj diçka tjetër, po patjetër. Ωραία, ήθελα να... Καλώς την. Καλώς την. Duke marrë shkas nga libri, diskutojmë shpesh me Kristinën në aktivitetet që kemi organizuar, se çfarë është atë dheu.
çfarë ndjehemi ateu. Ateu përveç simboleve abstrakte që jemi mësuar me historinë, me flamujtë, me të gjitha ato, janë njerëzit janë përreth, njerëzit tanë të dashur. Dhe Kristina është ajo që çfarë duhet jetë në thelb atdheu. Miqt, shokët, njerëzit që na duan dhe i duam. Kjo është, ajo është dhe thelbi, ajo është dhe rëndësia e fjalës atdheu. Siç e thotë edhe një fjalë e urtë greke, o bujis që patris, kudo që të jesh, gjen atdheun. Kristina është Atëherë le ta mbyllim edhe me këtë shprehje pugjis patris. Shprehje para aty ku jeton është atdheu, sepse ne duam vendin ton, por duam edhe vendin mikpritës, dhe njerëz të ndriçuar si ju, që shkruani kaq bukur dhe histori akoma më të bukura. Përshëndetje. Duke ardhur rrugës për këtu shikoja në avlitë e Athinës, qytetarët që pastronin avlitë zbukuronin balkonet sepse shumë shpejt po vinë Krishtlindjet dhe viti i ri. Ndërkohë, në një ambient shumë të këndshëm, të bollshëm, vajzat e shoqatës me ju për ju po organizojnë një pazar. Në ditën e humanizmit, 5 dhjetori, ka një histori të gjatë, fillon qysh në vitin 1985, me përcaktimin nga Organizata e Kombeve të Bashkuara si ditën përkushtuar vullnetarizmit. Në fakt, organizatat, shoqatët e ndryshme, institucionet për ndihmën e komuniteteve të njerëzve në nevojë, të njerëzve që kanë pësuar aksidente apo nga sëmundje të ndryshme, kanë filluar qysh në vitet 70-80 për të ndihmuar në mënyrë të tyre, në mënyrë që të gjenden këtyre njerëzve në vështirësi. Por çfarë ka këtu, çfarë bëhet këtu, përse shkon kjo ndihmë, do të më flasi zonja Blerta. Është një mikja ime, të cilën e njoh prej vitesh dhe është e palodhur bashkë me vajzat e tjera që kanë organizuar këtë pazar të mrekullueshëm me produkte kryesisht shqiptare. Faleminderit shumë që erdhe. Urime, suksese. Dua në radhë të parë të di çfarë produkte ka këtu, pash raki, pash pije, pash biskota. Produktet janë kryesisht produkte shqiptare. Janë të përgatitura nga envisat tona duararte, nga vajzat e grupit, nga vajzat e shoqatës me ju për ju. Kanë pije, liker, këtu mund gjeni liker sheger, bergamoto, limoncello. Kemi jufka dibre. Nga Dibra, kanë ardhur këto? Jo, janë përgatitura nga Dibrania jonë, nga Dibrania shoqatës tonë. Kemi kricinja, gjithashtu do të gjeni turshi. Komposto, shikoj reçel. Trahana Shqipëri e përgatitur përsëri me duar. Reçela nga më të ndryshme, udhënj, harova. Reçela nga më të ndryshme, glikotë kutaju. Rakia për shembull. Rakia është dhurat. Ka nga Shqipëria? Është dhurat, po, kanë ardhur nga Shqipëria. Secila është munduar të bëjë edhe në shishe xhami? Po, secila është munduar të bëjë diçka për këtë bazar, të dhurojë për të arritur qëllimin që kemi. Sa kohë ju mori përgatitja këtij pazari? Ne kemi filluar nga 6 muaj që bëjmë këtë përgatitje. E pakta kemi 6 muaj, se që e mendoni dhe më përpara, po 6 muaj që punojmë për të bërë këto. Janë të gjitha të përgatitura në shtëpi, secila mori përsi për të bëjë diçka. Reçelin e fit, reçelin e kumbullës, lule shtrydhen. Të gjitha vajzat dhuruan nga koha e tyre, nga mundi tyre, nga shpenzimet e tyre, të gjitha u bën me shpenzimet e tyre. Kemi edhe disa donatorë që na dhuruan disa gjëra dhe ne do t'i japim me lakno, do t'i hedhim një short në lotari. Për të arritur qëllimin që kemi, dhe qëllimi është që të mblidhet një shumë e konsiderueshme për fëmijët me kancer në Spitalin Pedon dhe në Spitalin Agia Kiriakou këtu në Athinë. Bujarinë e vajzave të grave shqiptare, të shoqatës me ju për ju,
e kam kuptuar brenda shpirtit të tyre të bukur, për kushtimit. Humanizmi është një vendim me veten për të tjerët, ata që jeta gabimisht apo fatkeqësisht dëmton. Ditë festash, drita kudo, ëmbëlsira, shkëlqim, por disa të tjerë janë vetëm dhe pa ndihmë. Janë shumë histori. Duke pyetur Juna Bica, kryetaren e shoqatës, se përse ky pazar është me produkte shqiptare, përgjigjja që mora është sepse ne jemi shqiptare dhe ndihmën e ofrojmë me bujari. Ato janë shumë modeste. Ato jo se nuk duan të flasin përpara kamerës, por e kanë të pamundur mburjen, ashtu si dhe vajzat e tjera. E rëndësishme për to është të japësh dhe me shumë dashuri. Të japësh për ata njerëz që duan pak vëmendje dhe që presin shumë pak. Le të jetë pra solidariteti që na bashkon dhe ndjeshmëria për njëri tjetrin.